Informat të ndëruar shikues se ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes nga palestra 1 tetor në Prishtinë. Do t'jemi me duelin e parë të kësaj gjire ndërmjet Borës dhe Golden Eagle Yllit dhe do të shohim si do të rrjedhin gjërat. Luftë për atop. Tyrek Smith dhe humb topin, topi vjedhur nga Hunter, i cili nuk e përfundoi vetë, por gjithsesi ktheu topi disi në duart e Jules. Dueli i tij me Tyrek Smith. Qëllon Jules. Amin Hot gjuan për 3. Përfundoi në sekundat e aksionit të skuadrës së Borës, nisë shpejt në kundërshtim Sabeckis e gjen të lirë Scott Bamforthin. Edhe një tjetër tentim për treshe nga edhe një tjetër tentim i Scott Bamforthit. Sabeckis. Edhe njerë Scott Bamforthi, edhe njerë qëllon. Po nuk e kemi parë në këtë performancë ndaj bashkimit Scott Bamforthin. Edhe më tej do të ndalet vetë. Do t'jetë dyshe, e ka shkelur vijën, i qëndroj larg Arjan Qallaku. Do t'je mirë teksa Amin Hot në anën tjetër e kthen topin tek Breck Jr, i cili qëllon Bamforthit, e mori edhe njerë avantazhin Bora. Gjithsesi del në skenë tash më 5 me treshe 10. Tyler Cheese në anën tjetër, nuk qëlloj Bamforth. E kam bajtur brenda vijave ato, pasiston Bamforth. Ka presionin e Tyler Cheese. Gjithë shkon vetë, deri në fund edhe njeri sak Scott Bamforth. Gray arrin të lirohet gjuan dhe realizon. Tyler Cheese arrin të realizon. Tyler Cheese do të tenton edhe njerë për treshe, edhe njerë. Nuk shkon basimi Alexander me top të vjedhur, e kthen tek Tyler Cheese, i cili realizon. E pasër, pa faul aty nga Mehmeti. Bukur right up i Bamforthit. Sa Alexander edhe njerë del në skin. Cheese. Tek Genze Qiri që gjuan për treshe, realizon. Lotësisht i lirë. E gjenë Arjan Qallakun. Shkën treshja kësaj radhe. Cheese. Topi vjedhur i Arjan Qallakut. Kthen tek Scott Bamforth. E gjenë edhe njerë Tyrek Smithin. Edhe Sabeckis. Astin Thomas, loja e ti 1-1 me Jetë Mirzeqirin. Blokohet gjatë asaj gjuajtje, kthen tek Genze Qiri. Jules, kujdeset mos e shkel vijën dhe qëllon treshen. Ma vështirë me hujtë se sa me qëllu nga jo pozit. Më katë me gjitha të në anën tjetër. E shojmë perlën e natës e sot me Amin Hot. E kthen topin të Tyler Cheese. Do të tenton për treshe, e cila shkon kësaj radhe. Treshja. Si në mbrojtje tani nga Sabeckis, i cili shkon deri në fund. Realizon një moment. Cheese tek Mehmeti. Gjuan për 3 pikë, e shkon treshja në Bamforthin. Luft për atop Amin Hot. Alexander e fiton atop. Zimërina ka marrë topin, ndërsa Gray në kundërsolm realizon. Bamforth do të tenton për treshe, realizon Scott Bamforth. Tyrek Smith e kthen tek Gray. Tenton për treshe, nuk shkon treshja. Gzim Morina ka marrë topin, edhe ai do tenton për 3 pikë. Kapiteni e qëllon treshen.
Mehmeti do të tentojnë me njerë për një treshe mbetet e shkurtër, por nuk ka problem, është Jules aty për të e përshmishtuar. Sabeckis, Scott Bamforth. Edhe njerë Sabeckis, bukur të Tyrek Smith, i cili me ngulitje përfundon aksionin. Aksioni bukur, i Therandas dhe për 60-54 Hunter. Smith tek Sabeckis. Bamforth arrin të gjenë një mini hapësir. Ujtje mire skuadrës Golden Eagle Yllit Tyrek Smith shkon në kundërsojnë realizon. Great. Kuat Bamforth do të tenton edhe njerë për treshe. Kjo nuk shkon, por Tyrek Smith është aty me Cheese. Për 3 pik, Tyler Cheese. Nuk qëllon edhe njerë me kërcim të sojnë Tyrek Smith. E mori edhe njerë ato, e këthen tek Scott Bamforth. Dhe për eversin e terenit Vendas. Zimorina realizon për 3 pik. Edhe një tjetër treshe kapitenit. Gjinë depërtimin, jo dhe pikët. Tyler Cheese. Tek Jetmir Zeqiri, cili e rikëthen avantajin. Bamforth shqet aty. Tyler Cheese edhe një herë është i sakt. Amin Hot. 6 sekunda. Amin Hot arrin të gjuan jo të qëllon, por nuk ka problem. Duel dhe njët Bamforthit dhe Tyler Cheese-it. Edhe një herë Scott Bamforth realizon, dalet edhe me faul në tentimin për 3. Si ndalet ky njeri? Hunter do tenton për treshe, nuk shkon gjuajtja. Jetmir Zeqiri vazhdojnë sulmin, Amin Hot, Hunter, Rezart, Mehmeti realizon për 3 pik. Tyler Cheese gjuan gjithsesi. Golden Eagle Ylli arrin të e marrë fitore në Prishtinë ndaj Borës 79 me 83.